Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur të lërë në fuqi masat e sigurisë arrest me burg për 3 persona të dyshuar si të përfshirë në trafikun ndërkombëtar të kokainës në kuadër të dosjes së njohur si kokaina e Frakullit. Në burg do të vijojë të qëndrojë Clement Gjolena, Aldi Zonja dhe Musa Gjikola. Sipas hetimeve të strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Aldi Zonja ka qenë i arrestuar edhe më herët për vepra të ngjashme penale në kuadër të një grupi kriminal që u godit në nëntor të vitit 2024. Ky grup dyshohet se trafikonte kokainë nga Amerika Latine drejt Shqipërisë, duke fshehur atë në ngarkesa me lëkurë gjethesh dhe më pas e përpunonte në laborator të ngritur në territorin shqiptar. Hetimet kanë zbuluar gjithashtu se në vend u ngritën të paktën 3 laborator për përpunimin e lëndës narkotike, të cilat u zbuluan gjatë operacioneve policore dhe hetimeve të zhvilluara nga autoritetet. Në kuadër të operacionit të fundit, autoritetet kanë shpadur në kërkim dhe 2 persona të tjerë, Durim Keçi dhe Kevin Arian Margjoni, të cilët dyshohen si të përfshirë në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike nga Kolumbia drejt Shqipërisë. Përgjithësimi penal lidhet me një episod të rëndësishëm të trafikut të drogës në vitin 2022, kur një sasi prej 485.5 kg kokainë u zbulua dhe u sekuestrua në 24 nëntor të atij viti në zonën e Frakullit në Fier. Sipas hetimeve, droga ishte importuar nga Kolumbia dhe ishte fshehur në një ngarkesë me ple organik artificial. Në këtë rast, drejtësia ka dhënë tashmë vendime 10 shtetas shqiptar janë dënuar me 88 vite burg për trafikimin e kësaj sasie kokaine. Mes tyre është edhe kryekomunari i Frakullës, Viktor Çervanaku, si dhe disa persona të tjerë të përfshirë në rrjetin e trafikut. Ndërkohë, procesi gjyqësor vijon në një tjetër pandehor, shtetasin kolumbian Samir Rosales Rodriguez, i cili akuzohet për përfshirje në të njëjtën skemë të trafikimit ndërkombëtar të drogës.